Kush po komenton portale? Unë jam Anduena edhe sot po flasim për komentet në portale. A e keni vrej që sa ma pak që një njeri ka pa libri njët, qaq ma shumë ka qef me fol për krejt temat e botës. Në shkollë, thuj se kërkojt si ka pëlqy kur ka ardhë punat e diktimet. Po jo bese qa po më vyn me dit ku me qitë ëjen, hajtë se mu marrë vesh që atë. E tash po e kërka njeta, në komente, në lajme, në postime, gjithka. Edhe problemi së që ka gabime drejt shkrimore se që thojnë ai që punon nga bën. Unë të duat edhe. Po problemi është që veç po i qesin do fjalë që i ka një dikon, i bojnë bashk e ato s'po kanë kur far kuptime. Analfabetizmi i sotit s'është mos me dit me shkru ose me lexu, po mos me dit çka ke shkru. Me fol pa dit ç'a po thu. Edhe këtu vjen pjesa më tragjikomike. Do i shkruajnë do paragrafe gjata, me ëja, me pika, me presje që kur ta shef kështu në shikim të parë, kompleksojnë. Mos janë zër kuptimin, s'ki me bërë referat. A lexove? Të merë ku me ditë sa ko me lexu atë koment, edhe në fund, kur nuk mundesh me ditë, a u kanë pro, a kondër qasaj. Se dikon ka gjysa, ja ka huqë edhe pse ja ka nis me shkru. Po nejse, për me kuptu, kjo s'ka të bëj me gramatik. Kjo ka të bëj me një sen shumë thjesht, që është me ditë qa po dër me thonë, para se me ja nis me shkru. A dhe mbret ta mëna ja thënë që na kanë thonë gjithë neve, 10 herë me na e 1 herë fal. Qa u shku të psikopati? Të kush? Se kur të dim tamam qa po doj me thonë, edhe fjallë na vinë ma letë. E krejt në fund, nëse hec po dim qa po doj me thonë, le të shkrujmë fjallë ma të bukra e pozitive. Le të shpërndoj ma shumë dashni, se kur fjalla nuk qënë pesh në mendem, të paktën le të qoj pesh në zemër.